Shkolla nëntëvjeçare Azdrenin në qytetin e Korçës ka inauguruar klasën e saj burimore, një hapësirë dedikuar për mbështetjen dhe përfshirjen e nxënësve që kanë nevojë për ndihmë shtesë në procesin mësimor dhe zhvillimin e aftësive të tyre. Klasa burimore përfshin kënde didaktike, aktivitete shqisore dhe hapësira relaksuese që ndihmojnë nxënësit të përqendrohen më mirë dhe të ndihen të sigurt gjatë procesit të nxënit. Në të njëjtën kohë ajo do të shërbejë edhe si një qendër bashkëpunimi me psikolog, terapistë dhe specialistë të tjerë për të garantuar mbështetjen e nevojshme për fëmijët. Përfaqësues të shkollës theksojnë se hapja e kësaj klase është një investim i rëndësishëm në arsimin gjithëpërfshirës dhe në krijimin e mundësive të barabarta për çdo nxënës. Falenderoj profesor Olgerin që më ka mbështetur në çdo hap të projektit që unë kam realizuar, donatorët dhe mundësinë që na u krijuar nga Shkolla e drejtorëve. Jam shumë krenar dhe ndjem shumë i motivuar dhe shumë i nderuar në lidhje me aktivitetin që po krijohet ditën e sotme. Jem në promovimin e këtyre projekteve kaq të bukura, të cilat janë pjesë e programit të Shkollës drejtorëve, njëkohësisht aty duket dhe shpirti dhe zemra e drejtorit në realizimin e këtij projekti kaq të bukur, me kaq shumë zemër dhe në shërbim të shkollës. Suksese dhe përdorimin sa më të mirë. Në këtë hapësirë do të ofrohen programe të personalizuara mësimore, aktivitete për zhvillimin e aftësive sociale dhe emocionale, si dhe mbështetje për rritjen e vetbesimit dhe motivimit të nxënësve. Një rëndësi e veçantë do t'i kushtohet edhe bashkëpunimit me prindrit, mësuesit dhe specialistët, me qëllim krijimin e një rjeti të qëndrueshëm mbështetës për çdo fëmijë.